A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Hamdi takon Allahu xhaleshanuhu. Salavatet tona qofshin mbi vulën e pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Fillimisht faleminderit për ftesën që na e bot, që na keni nderu me këtë ftesë që jemi pjesë e këtij sevapit, të këtij mexhlisit ku përmendet Allahu xhaleshanuhu, mexhlise ku të bohen me laqet, mexhlise ku me laqet bëjnë dua për faljen e mëkateve tona. Inshallah kur dalim prej këtu, dalim të falët prej Allahu xhaleshanuhu. Ashtu si e keni pas atë radhitjen e ligjëratave me hoxhën kur folëm atë ditë tha 4 halifët, tha i kemi pas në vijim, e po thash pasi 4 i keni sos tash dhe vazhdojmë të pestin, i cili vjen po jo si halife, po i pesti në radhë te sahabët e përgëzuar me xhenet. Besoj gjithë e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e vet duke qenë gjallë, edhe këto 10 sahabe duke qenë gjallë, me gojen e vetë pejgamberi alayhis salam ju dha mishde se janë 10 të përgëzuar me xhenet. Dhe pasi i përmendi Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, të pestin e përmendi Talha ibn Ubejdullahun. E pastaj Zuberi deri te i 10. Po ne u fokusum, tham ta marrim pestin, ta lidhim, ta bëjmë një lidhshmëri me ligjëratat e jujet përparshme. Do thot, edhe pse i kanë nisur si halife, po në fakt mund të vazhdojë edhe si çështja e 10 sahabëve të tjerë, sepse si kanë thonë edhe dietarët, prej sahabëve më të zgjedhur pas 4 halifeve, normal vlerën më të madhe e kanë këto 10 sahabët e përgëzuar me xhenet. E jo rastësisht janë përgëzuar me xhenet. Do thotë jo vetëm pse kanë qenë shok të pejgamberit alayhis salam, sepse sahabe, si thuhet në fjalimin hutbën e lamtumirës që e ka mbajtur pejgamberi alayhis salam, prezent në atë fjalim kanë qenë thuhet 120.000 sahabe. Ama për 120.000 që kanë qenë aty në atë moment, se sa kanë vdek deri në atë hutbe, e sa ka pas qerë të cilët deri te ka vdek pejgamberi alayhis salam, do thot ka qenë numër shumë i madh. E sa s'kanë qenë prezent në atë hutbe, që janë shpërndarë në vende tjera, ndoshta numri i sahabëve duke qenë gjallë pejgamberi alayhis salam ka kaluar brenda aty në 23 vjetëve, ndoshta mbi 200.000. Por këto 10 u përgëzuan me xhenet. E tash, pse u përgëzuan me xhenet? Po ka diçka, jo rastësisht. E fillimisht u ndesha të tregoj sepse më pëlqej do thot hadithin e pejgamberit alayhis salam, të cilën edhe në lajmërim e kishin vënduar atit ajo fotoja, se sahabët janë sikur yjet. Cilin do ta ndjekni, do të udhëzofni. E tash në ndicodit pak nuk e dim vlerën e yjeve në atë kontekstin, sepse kemi GPS-in, hoxha drejt më arshtroj edhe u gjindëm diqish. Ama në të kaluamën nuk ka pas GPS. Në të kaluamën nuk ka pas dikushi të të udhëheqje në shkretin ose në deti. Në shkretin dhe në deti ku kanë udhëtu njerëzit, e vetmja mënyrë për të u gjind ka qenë yjet. Wa bin nejmi hum yahtadun. Në përmes yjeve, thot Allahu xhaleshanuhu, ju thot gjindni. Udhëzoheni, në atë konteksti udhëzoheni kur e humni rrugën, ose udhëzoheni në aspektin e hidajetit në çështjen fetare. Po, udhëzohesh në rrugë. E tash, njeri kur është i humbët, dhe në ato kohra në përmes yjeve kanë mund të lokalizojnë vetveten se ku gjindën. Do thot një ndihmë e madhe. E po sahabët janë ato yjet të cilët ne në atë humbjen, do thot i gjejmë dhe i kapim, ti marim si shembulltyr për ta ndjek rrugën se si duhet të përcjellet në mënyrë praktike Kurani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash kur jemi te sahabët, do thot ka diçka që ata i bën të veçantë. Ka diçka që ata janë unik në atë vetveten e vet, pse u bën të përgëzuar me xhenet duke qenë këtë dynja. Pse Talha ibn Ubejdullahu u përgëzua me xhenet duke qenë hala gjallë. E ka diçka që i lidh të gjithë këta. Të gjithë këto sahabe të cilët janë përgëzuar me xhenet, se unë edhe një libër e kam të fundit që e kam shkruajtur për
sahabët e përgëzuar me xhenet, dhe nuk janë vetëm këto 10, këto janë 10 në një hadith, po ka edhe shumë të tjerë të cilët përmenden në hadithe tjera. Dhe unë në fillim atje kam bën një analizë se çka i lidh gjithë biografitë e këtyre sahabëve që janë përgëzuar me xhenet. Unë në fillim e kam bën një hyrje atje, edhe e kam përmend pse këta janë përgëzuar me xhenet dhe çka i lidh, çka kanë të përbashkët këta. Do thotë dëni vlerë të madhe që e ban ata të dallojnë prej sahabëve tjerë dhe prej njerëzve tjerë. E para, çka është? Para se të hym te biografia e Talha ibn Ubejdullahut, pak ta shohim pse sahabët janë kaq të rëndësishëm. Do thotë e para është imani i fortë. Do thotë nuk është puna vetëm se ai njeri në njeri, si disa mundohen, ata kanë qenë burra edhe ne jemi burra, ne japim fetva sikur ato. Jo. Ata kanë qenë burra, edhe ata njerëzi prej mishi dhe koci. Ama ata kanë pasur iman, të cilët ka qenë evulosët në zemrët e tyre sa malet. Si thot një prej sahabëve, edhe sahabët thot njëri me tjetrin bëjshim shaka. Normal, jeta është e mbushur, do thot edhe me të mira edhe me të këqija, thot ndonjëherë bëjshim shaka me njëri tjetrin, u bëjshim mahi me njëri tjetrin. Ama, thot, kur ishim pyetje diçka serioze, thot, imani ishte i vulosët tek ata, thot, sikur malet. E po tash ka diçka te imani atyne. Si tha pejgamberi alayhis salam për Ebu Bekrin, nëse do ta marrim imanin e Ebu Bekrit, ta vendojmë në një anë dhe imanin e gjithë banorëve të tokës në anën tjetër, tha do kish randu imani e Ebu Bekrit. E po pse ndodh kjo? Se imani atyne ka qenë shumë i madh në krahasim me nes në ditë sotit. Sot sfidat neve pak na kanë mund. Sot dunjalloki neve na ka mund. Si tha pejgamberi alayhis salam, do vjen një kohë, do kese shumë musliman. Dhe jenë shumë, ama tha dhe jenë si shkume e detit. Të tjere tha di rrethekojnë muslimant, si kur tha ata njerëzit e unët, kur hungjën në sofër, edhe e vëndojnë atë temcin mes, edhe kur janë shumë të unët, thot, si cili shikon të haje ma tepër. E thot, qashtu thot dëm lidhën popuj tjero kolla juve, edhe dë mundohen thot, që gëllabrojnë, që hanë. Ja Resulullah tha, pak dhe imi në atë ko. Jo, tha dhe ini shumë. Ama tha dhe ini si shkume e detit. Tha nuk di u marin, thot, parasysh njerëzit. Thot shumë, sot 2 miliard musliman bot, para mendoje. 2 miliard musliman, a i bën hesab dikush. Kush i bën hesab sot muslimanët? As kush. A 15 milion jahudi si cili i pytën. 15 milion janë jahudi në dynja. Ama kreti marin parasysh mendimin e atyne. 2 miliard musliman bot, kërkush nuk i pyet, as Amerika, as Evropa, as Rusia, as kërkush nuk i thot këtyne 2 miliard, si thujni vetë japëm? A jahudit si cili i pyetën. Pa folë ato s'bën gjë. E tash, i than ja Resulullah, po pse do vije, tha kjo ko? Tha se në zemrët e juja, tha do të depërtoje el wahnu. Dopsi, tha çka është ajo dopsi? Tha dopsia që do hije, tha në zemrët e juja, tha është dashnia ndaj dunjallokit, e në friga prej vdekjes. Ta shu ka bo problem në hoxalarët, jo në me gjlis më, jo se jo. E në xhami, me fol një 2 derse për vdekjen, më njerë këshillin, ndoshta edhe dalen. Hoxha, tja do të ne pëkut i shket kamata, e pak fol për dunja, pak lejde, vdekja, si keni zonë hoxalarët, vzdeni qëtër se të vetëm vdekjen. Shif, e në xhami u ka bo problem të folish për vdekjen. Po si më folin xhami, ku do folin darsëm? Do folin në restorant, në kafe, ku të folin? Do thot, muslimanit u ka bo problem të i thuj që i ka vdekje. Po nëse muslimanit duhet tash nesi o gjallar në ngushtofmi, se di ba, ti thom këti se ka vdekja jo, po e di se ka vdekje. Pa se shohëm për dit vdekje, na? Ama qash shumë jemi dashnu në baz dunjallokit, sa që frikmi dikush ne përmende më vdekjen. Dashni e madhe ndaj dunjas, gara për dunja, qash gara gjibojnë për dunja, i kemi lanë anësh me familje, me i thonë dikujt kur ke shku ta shofsh mingjën për s'fundi herë, do shta haron se kur e ka pa. Kur e ke pa tezën për s'fundi herë, ka haru. Pse? Për dit si cili me i thonë, shumë i zandve, këtë zandët, kretë vrapëm dikundi, kërkundi s'mrim. E po tash, qfar jetë është kjo? E prandaj që kjo e dhënë me jonë, në bas dunjallokit, neve nga ka bot jemi shumë në bas proceseve të botës. E dikush i ka hec për para. E prandaj ne sot, do thot me imanin, do shta na u ka dopsu pak në zemër. Pasi kemi frikë na përmendet vdekja, nuk e di imani sa është i fuqishëm.
E ata nuk e kishin gajlen e vdekjes. Po ashtu, ata sahabe bën sakrificë të madhe. Ata sahabe ishin që bën sakrificat mdhoja. Thot bën sakrificë jetën e vet, bën sakrificë pasuninë e vet. E pa mund të jenë barabart dikushi që bën gjithçka për Islam, e në dikushi që një herë mot jep zeqat ose fitrën e 3 herë i njehen mos i ka shtinja 100 denar më tepër. A janë barabart këto? A e din se sa duhet japë zeqat, për shembull 120 euro, në 3 herë di njega, mos kom shtinja 2 euro më shumë. Do thot, ai frikët i shtoj, hape 120 duhet jap për shembull zeqat, çe një 5 pi qefit tem, çe në 10 pi qefit. Jo, unë kom një vina gjithë thotë hoxha, çka zeqatin duhet hap dikundi 3 herë i njehet. Po hape shloje dorë mos u frik, se ti jetë i dhënë, ashtu sa ashtu frikët mos i ka shtinja 5 dinar më shumë. A kupton? Po tash si mundet ki person të krahasohet me një person si Talha ibn Ubejdullahu që gjithçka e ka vëndu pasuninë e vet në shërbim të dinit islam. A janë barabart këto? Pas mund të jenë barabart. E mase a ju ka përgëzu me xhenet, po u ka përgëzu me xhenet. Do thot ai ka bërë sakrificat mdhoja, a jetën e vet e ka vëndu në mbrojtje të pejgamberit alayhis salam. Do ta përmendim në rast konkret në luftën e Uhudit. E po tash ai ka sakrifikuar jetën edhe me trup, edhe me pasuni, ne çka kemi bërë për këtë din islam? E ne tash ne do themi valla pse Talha tjesë në xhenet, po dhe unë do jem në xhenet. Po ka dalëve se çka ke bërë ti për dinin islam deri sot? Sa ke dhënë ti për dinin islam? Sa ke sakrifikuar për islam? A e ke hongë një shpull për islam? Neve me ne hek një shpull dikush i ndoshta në xhallar dhe mos dalim në xhami. Ha? A valla, ma ka ftoki xhamat, s'dal mund xhami. Ja, nuk dojnë hoxhallartë. Po ka dalë ato pejgamber Nuhin alayhis salam e kanë rre, Zoti thot në Kur'an, e kanë rre, kanë maltretu, pejgambert i kanë rre, ama u dorëzun ato? Nuk u dorëzun. E po tash nëse ne më njëherë do dorëzofmi problemin e parë, ne jo piqitekit, ne rroga pak mes me ardhën kom më njëherë ftofmi. Më njëherë dorheke këshillit, ja, sri unë e hosh mo këtë xhami. Pse? S'pagujnë. Po sa do të të paguje? Ja, 1.000 euro, 2.000 euro. Po ka dalëve, ku është sakrifica tash? Ku është ajo kurbani jot për Allah? Edhe masande unë e dështinë me Talha ibn Ubejdullahu në xheneta, unë dëhi para atia. Ka dalë, ka proces kjo punë. Po ashtu, ata kanë lanë vakëfe. Kanë lanë vakëfe nëse i merr të sahabët, të cilët janë përgëzuar me xhenet, se cili ka lanë vakëfet mdhoja për dinin islam. Në shërbim të dinit islam. Sot ne, për gjims metre, për 10 santin, do shta i dhnofmi me vlejnë. Për gjims metre, i dhnofmi me mingjën s'folim. Për gjims metre, s'folim me familjen, me kojshin. Pse? Po dhe më ka hinja 10 santin në kufin këtu. Te qoshja ti te shpia, më ka hi pak një 20 santin. E po tash, a është i njëjtë kishë me vlejnë cenkatët për 20 santin? E naj që me 1000 kvadrat i kalshu për dinin islam, e në tash barabara. Ku jemi në krahasim me ata? Ku është e sakrifica jonë? Çka bëjmë ne për dinin e Allahut? Që ne të themi valla edhe ne do jemi inshallah taala xhenet bashkë me Ebu Bekrin e me Omerin, me Talhan e me këto sahabët tjerë. Çka duhet bëjmë ne? E po duhet edhe ne pak mundofmi, ndoshta sa ato jo, ama berem ta ndjekim rrugën e atyne, edhe ne të mundofmi të shkojmë hapët e atyne. Ndoshta ato sa kanë bosën i bëjmë, po berem dhe një përqindje të mundofmi edhe ne ta lam një shenjë, një gjurmë, se kemi jetu në dynja. Të thot, për të na dalë në ditën e gjykimit, jo për të lanë emën në dynja, se dikush i valla nga rendën mbytët për emën, ama i vetëm i shenjë sa i ka jetu në dynja është guri i vorit. Vetëm që ati shkru në emni, se mbas 50 vjetëve, 100 vjetëve, si cili ka t'i harrot emni. Edhe i guri bile mbas janë 100 vjetëve dëfshinhat, shkoj emni. Çka bone për Allahun? Çka do dalet e Zotin ditën e gjykimit? E këtë duhet ta mendojmë. E tash këto sahabe si Talha e tjerët, këto e kanë pas shket dert. Çka do kemi ne ditë gjykimit për Allahun? Çka do vendohet në kandar ditën e gjykimit? Kjo është. Jo çka do bëj unë të më lavdrojnë njerëzit, të më shohën njerëzit. Valla si mëse më lavdrojnë njerëzit unë se bëj. Si mos ke se xhamat unë zvej. Po për ka vjen ti? Për Allahun apo për njerëzit? Ti e bën për Allah, për aplauz, për ka e bën? Të ta bësh për Allahun punën. Boje për Allahun mëse bëj gajle se a e din as e din. Nëse e din Allahu, çka është e rëndësishme a e din njerëzit? E kjo është ajo punë e madhe që ata e kanë bërë. Po ashtu, ata kanë qenë të durueshëm.
kanë pas durim të fortë në rrugën e Allahut. Shembull konkret është edhe Talha do ta përmendim. Devotshmëria ka qenë nivelin më të lartë ata. Të devotshëm evlia që mund të themi. Evlia edhe pse kanë qenë biznismenat më të mëdhenj. E dini se prej 10 sahabëve, të cilët janë përgëzuar me xhenet, 8 kanë qenë biznismena të shkëlqyeshëm që ndoshta me termët e sodit mund të themi kanë qenë milionera. Milionera, edhe pse në atë kohë ndoshta s'u ka përdor si nocion milioner, ama kanë qenë pasanik të mëdhenj. Ebu Bekri, pasanik i madh, Othmani, pasanik i madh, Talha, pasanik i madh. Prej këtyre 8 kanë qenë pasanik të mëdhenj. E këta pasunin si e fitun? A është sikur sot disa të cilët mundojnë, une e kam përmend këtë në një vend tjetër, disa e mendojnë islamin si mjet për perenje pari. E dhe për t'i latë parët. Dhe punoj me drogë, dishti unë në xhami, në do mdale halala gjë në fund. Këta mendojnë se si pije alkohol me bismillah, ose të haje mishderi me bismillah, di bëhet halal. Po nuk bëhet halal, e mishderi është bëhet halal me bismillah pëse bon ti. Ti kundoj edhe këtë Kuranin bi mishin e darit, s'bëhet halal. E disa mendoj se që kështu të bëhet halal. I kom fitu 1 milion euro me drog, me haram, me korupcion, me të vjedhme, e diapun e janë 100.000 euro për të bon një minare xhamis, në tash, unë kom bon një minare, ose i thot unë e kom bon një xhami. E tha, shka do thote kjo, se ato milionë qera u bon halala? Harami s'bot halal, këshisa ta bësh do thot ti bëmirësi. Ti nëse ke fitu me haram, nuk të bot halal kur njëherë. Si kish shku njëherë njani, i kish thonë, këtë pasunin e kish pas me haram, o hoq, i kish thonë, sa duhet të apë zeqat? Kish thonë, ty s'takon zeqat, ti fukaraje. Si ki thonë, unë e milioner, po milioner, ma me parte huja, tha milioner. Nuk janë tuje, ti haram i kije ato pare. Ti tha, halis të ndën, qka kije? Ti tha, s'takon zeqat, se plotson atë nisabin. Ti tha, prejnë 0 deri 1 milion, krejt me haram i kije. Ty s'takon, ti fukaraje. Ti mendon se kje miliona. Ama më parim, ti e fukara. Ti bile takon të tapët dikush zeqat. Se ato çka i kije nuk janë tuja, të janë me haram, ashko është e haramit. Ajo nuk lahet me zeqat. Nuk mund ti t'jap zeqat edhe unë të rritash, kam thonë zeqat, valla u bon halal këto parte vjethta. Ja, s'pohen. Prandaj duhet t'je shumë i kujdesshëm se si e fiton pasunin. E Talha e këto tjerët, këta e kishin dert si ta fitojnë me halal, e në si ta harxojnë halal. Se dikush e fiton halal, gjithë dit punon, tash dimën, ftohet, në skele, mbërdhifën, verës, në skele, në zeftimat, 40, kur ta shof sada me ore rogën, halapa e shtin gjep mirë, dete në kazina. Shkoja gje qershijet më si ftohen. Më njëhera gja, rap, i shkoj roga. Fmejt i la pa buk. E po, si be, hajt mo, si thojnë ato, tusht haram geldi, haram gitti. Okej, haram e ka fitu, haram e ka qu. Ama disa gjithë din skele, gjithë din pun traun, gjithë din pun fizike, e në prape që në haram, që këta si kuptoj. S'mund ta kuptoj me çfarë mentaliteti punën e gjithë ditës, atë vetin e vetë ta mbyte, për shka? Shkoje ta boj dhe thot një pun, e cila është haram. Ta fuge pasunin e vetë, po kush ka bove pasunik pi kazinos? Vetëm ata që ka kanë qelë kazino, u kanë bo zotni pi kazinos. Ato se kanë qelë ty të të boj, se nuk o fabrik. Ajo është mjetë mashtrimi që ata të bojë zotni, jo ti të bojë zotni. Ama qa që ne pret edhe qasaj rrugë jemi të shku. E Talha, e tjerët sahabe, e kishin dert ta fitoje pasunin me halal, e në ta harxojën halal. E këse biznismene neve na duhen, këse pasanik neve na duhen, të cilët do ta kese dertin e islamit, i cili dë mundohet si pasunin e vetë, ta vëndojnë shërbim të dinit islam, e në moment kur aj do ta vëndoje në shërbim të dinit islam, aj e ka vëndu pasunin shërbim të vetit vetë. Si tha pejgamberi alayhis salam njëre pref një kurban, e në u tha shpijës shpërndanja, tha, edhe dol, kishte do pun tjera, kur u këthy, tha, kam bet dishka, tha, kam bet vetëm një shpatël, për ne tjerë, tha, e kemi shpërnda, jo, tha, kret, tha, që e kemi shpërnda është për ne, e që kjo, thot, dëhahet, ama që ka e kemi dhanë është e jona, a kjo që ka dëhahet, punë e madhe, tha, dhe kalojë një dark, dy darka, edhe u kry, ama që ka e ke dhanë sa da ka, që ajo është e puna jote që ka dhe ndihmoje. Edhe pasanike që ke duhet ta kese dert, si që kishte Talha edhe sahabët tjerë.
çka do ndihmoje mu në ditën e gjykimit. E çat pasuni çka e ke dhënë për dinin islam. E shifni kjo? Dikush ka dhënë parë për të bëjë kjo. Dikush mund të hinjë vetëm mendon sa heshëm, po ama këto libra të vetëm shkrini komplet që këtu ndoshta 100 euro kushton. Vesh një komplet. Po ku janë sa komplete këto? Ndoshta këtu ka 3-4 euro ndoshta libra. E po si mendut, kanë ardhur me laqet sa vaj kanë pru kur e ke çel derën te dera, jo, i ka paguajt dikush dhe i ba mirë, dhe një musliman i mirë. E po tash, krejt ki investim, do thot që kësi njerëzit do në dini islam, që dë mundohet për veti, po dë mundohet edhe dinin të ndihmoje. Edhe, çështja e shahidllokut është pike për bashkët e këtyne sahabëve, të cilët e fitun xhenetin pinket dynja. Do thot se ata ranë shahid për dinin e Allahut. Ata ranë shahid dhe e dhanë jetën, si që është Talha ibn Ubejdullahu, që u vra shahid në luftë. Dhe shumica e sahabëve e kanë këtë pikë të përbashkët. E po ashin një njeri që e sakrifikon jetën e vetë për dinin islam me dikandin i cili frigët edhe statuset shikojë çka bëhen në Palestinë për shembull. A mund të jenë të njëjtë? E po s'mund të jenë njëjtë. Dikush frigët edhe ta boje sherr një punë çka është e u bë masakër në Palestinë. Frigët se po e kritikon dikushi. Ndoshta ka në xhallar disa fatkeqësisht që 3 vjet di boje ndoshta lufta, një status nuk e ka bë berëm çat mas pakti, se mo nuk është dëni punë se s'po na shen neve dynjaje me këto statuse, po berëm që çat thujeve në shifët në botë çka të u bë, çka është zullumi. Ka disa një postim se ka bë cel këto 2 vjet. E po tash ti frigësh ta bësh një postim, e dikush e ka dhënë jetën luftë për dinin islam, e në unë e të shkoj para Talha ibn Ubejdullah në xheneta. Ka dale. Ndale se ka burra ki din që ka dhënë gjithçka për këtë islam. E inshallah taala ne ti kemi shembulltyrë se sot mbanja mend mungon shembulltyra. Sot mungon shembulltyra. Trit nuk kanë shembulltyrë. Shohe në për shkolla arsimtarin ki e disa neudhu billah edhe narkomana kanë hi në për punë. Partijet ne i kanë shkatru, do thot krejt sistemin arsimor. Nuk hi ai çka është i Zoti, ndoshta me magistraturë, ndoshta ka doktoraturë rrin shtëpi. Ai çka është e pa shkollë, hajde arsimtar, hajde drejtor. Pse? Vetëm se është i filan partijes. U kripona. E po tash, a çksi arsimin e do kemi kvalitet? Nuk është shembulltyr. Arsimtar shembulltyr pak kemi. Pak kemi biznesmen shembulltyr, i cili ndihmon këta anët, bën punë të mira në këta anët, pak janë ata shembulltyra. E neve na mungojnë shembulltyrat e mira. E dikush mund thotë po pejgamberi alayhis salam ai është kulmi i shembulltyrës. Kurani i gjallë i cili ecën. Po dikush mund thotë vallai pejgamber unë s'jam pejgamber. Po çete i ka shokët. Ato kanë njerëzi. Hajde mundo këto të imitosh. Bërëm bonus si sahabët. Se mo pejgamberi alayhis salam edhe ai është shembulltyr, ai kush don ta mbrije edhe aty mund ta imitojë dhe pejgamberin alayhis salam. Po që, nëse dikujt i ka hin krye vallai pejgamberu nëse ne mbrin atë nivel. Se normal nëse ne mbrim asnjëri nivelin e pejgamberllokut. Çete i kje sahabët. Hajde, mundo, imitoj. Elhamdullah, kjo është iniciativë mirë që është bërë do thot ki projekt, ki program me jetën e sahabëve, se me të vërtet ata kanë qenë shembulltyr më e mirë që ne si musliman do të ta marrim një shembull konkret se si duhet jetë një besimtar i mirë, si duhet jetë një musliman hakikat musliman. E inshallah taala në këtë pjesën tash të ligjeratës do të fokusohemi pak te jeta e Talha ibn Ubejdullahut radiallahu anhu. Ky është ndër muslimanët e parë xhamat. Do thotë ndër muslimanët e parë me radh mbas Ebu Bekrit, e Hatixhes, e Aliut, e Zeidit që kanë nisur pranin islamin, i teti me radh do thotë ka qenë Talha ibn Ubejdullah. Talha ibn Ubejdullahu i teti me radh, i pesti që e ka pranu islamin nga Ebu Bekri. Shife, prej 8 muslimanëve të parë, 5 prej këtyne u ka bo davet Ebu Bekri. E po shife çfarë shoki mirë. Pejgamberi alayhis salam shif çfarë shoki ka pas ngat. Do thot një shok i cili e ka mbajt dertin e pejgamberit alayhis salam. Dhe i ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ju ka dëshkit Kur'anit ta lexoj Ebu Bekri, se fillimi i shpalljes e dini me 5 ajetet e para. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. 5 ajetet e para. Me çto 5 ajete ja ka lexuar pejgamberi alayhis salam Ebu Bekrit. Nuk ja ka lexuar këtë musafin. 5 ajetet.
Edhe në më njëherë Ebu Bekrin ditët e para, sa ishin hala 5 ajete vetëm të shpalta, Ebu Bekri u bo musliman. Po lese u bo vetë musliman. Edhe më njëherë qerët u mundu t'i bojë musliman. Do thot prej 8 të parve, edhe Talha ibn Ubejdullahu islamin e ka pranu nga Ebu Bekri, nga daveti që ja ka bo Ebu Bekri. E po tash, kjo çka na mëson? Kjo na mëson se mos presim vetëm hoxhat fole për dinin islam. Ti kur e ke një shoq çatin mas, e në shes e pin alkohol, më prit vallai kada ti thom hoxhës dvinje ti kallzoje këtij se alkooli haram është. Thuj ti pse as din ti thuj haram është? As di ti thuj e shkrujt me femna të huja në internet është harama. Kada ti kallzoje hoxhës ajnë ti fole. Po tash hoxhën ku do të gjensh ti në atë moment? Ti thuj. Pra mos prit islamin ta barte si dert vetëm hoxha i xhamis. Islami është dert i kejt neve. Kret kur dalim prej këtu do ta mbajmë gajle. Une çka kam bë sot për fenë islame? Që jëm çu në 7 sabah, jëm çu në 10 sabah, që u bë jatsia, që ta 8, që do bëhet 11. Brenda këtyne orëve, prej 10 sabah deri në 10 në akşam, 12 orë, çka kam bë unë për islam? Ai fola dikujt për islam? Ai ndihmova dikujt për hir të Allahut? A nxita dikant në punë të mirë për hir të Allahut? Çka ke bën brenda këtyne orëve? Pyete vetveten. Bone sual vetveten, si ka thënë Hazreti Omeri, para se të bëjë Allahun ditë gjykimit. Pyete veten, çka bona unë sot për islam? Në vjen i nati në një video, Benjamin Netanyahu, që i zullumqari, kasapi i shekullit 21, Hitleri shekullit 21, takohet me një rabin, do thotë udhëhecit shpirtëror që janë do thotë të jahudive. E na i thot Netanyahut, çka ke bë sot për Mesihën? Ata e presin Dejjalin. Do thotë ato për Dejjalin përgatiten ardhin e ati. Tha çka ke bë tha për atë? Tha jemi të punu, jemi të mundu maksimalisht të bëjmë diçka. Tha shif, tha ditës sotit i kanë mbet tha një disa orë. Shife. Kësaj dite tha i kanë mbet edhe disa orë. Shif shfrytëzoj çto orë thot për të ardhur Mesihu jon. Edhe çto orët e sotit, për shembull të them deri të bish të flensh, për shembull ka edhe 3-4 orë. Shif shfrytëzoj për ditën e gjykimit, apo? E a i thojmi ne dikujt për shembull çka ke bë sot për islam, e në ta nxitim ta shfrytëzojë çka ditën e sotit se ka në 3-4 sahat, çka të boje për islam. Shumë pak e mbajmë këtë dert ne. Ne sot e mbajmë dertin vetëm çka të bëj unë nesër, dal të bëj pare, dal te puna, shkoj unë të bëj për punë dunjalloke, ka të zateko me shoshni për qefe, dal në kafe, dal do të bëj dëni hobi, dëni sport, ama e mbajmë dertin për islam çka kam bë sot. Çka i kam ndihmu sot unë islamit? Çka i kam ndihmu unë sot katundit tem, qytetit tem, rajonit tem, shoqënisë teme? Çka bona unë për ata? E çka dert e kishin sahabët. Dhe Ebu Bekri e pranoi islamin me 5 ajete, me që ato 5 ajete shkoj t'i boje davet Talhës. Valla unë s'di hoxha shumë ajete, unë s'di hadithe, s'm foli për fe. Po Ebu Bekri 5 ajete i pat, nuk i pat këtë musafin. Me 5 ajete shkoj, që ato 5 ajete i tha, o Talha, kanë zbrit këto ajete pi Zotit, hajnë gjom, shife çka thot Allahi, që ato u bëhë zebeb, edhe i bëhet musliman. E po që kjo është ajo puna. Sa vjeçar ishte Talha kur u bëhë musliman? 16 vjeçar. Shife, 16 vjeçar. E nësi 16 vjeçar, më njëherë atë kapacitetin e vetë, energjin e vetë, intelektualizmin e vetë, gjithë shka që kishte mundësi e vëndoj shërbim të dinit islam. 16 vjeçarët e sodit, ne, ditë sodit, ku i kemi? Ne i kemi të lujt telefon, Fortnite, të lujt loja fmish, të lujt do thote, këtë loj, atë loj, TikToka, Instagrama, me qësi gjana. Që ajo është brenga e një numrit, jo skretve, po i një numrit, fatkesisht, se elhamdulillah kemi 3, për mashallah, ama një numër, jo në do thot që se ka ndertin. Unë hungjëm njerë me njanin, bon muhabet e ndit është ati në kafe, e thot, shif, aj, ma i vjetër se unë mosh. Ja, 3-4 vjetë ma i vjetër se unë. E ne i thot, dikuj në telefona që fol me një shok, e thot, jom në kafe me hoxhën, e s'kom vakët një gjim sahati, shif thot ato ushtarët, shtim brenda, e thot, mës na i vraset dikushi, ketë qatë tash bën muhabet lufte, a një kosisht që qaj edhe punëtor në ushtri, ushtari pagujtët.
Unë me mend se o të fol për ushtrinë, që ku e di unë çfarë grade ka, edhe sosi telefonatën, thash, a ushtarët që kështu i koma? Jo me tha një lojë, tha e kina, po tha, sën e sosa, tha, kur dolëm, e tha, ne shkoja i në t'i shtijen brenda se po mi vrasë. Turbe të t'vijek, e po 45 vjetë, hala loja fëmish luën. Gajlën po ja vrasin ushtarët në lojë. Thash, që kjo është e gjihad. Që kjo gjihad i sotit. Në Fortnite mës të t'i vrasin ushtarët. Apo? Nuk mund t'jen këto njëjtë. Ata e kanë vëndu jetën shërbim dinit islam, ne sot bëjmë muhabete interneti. E po tash, që kjo është realiteti? Po ashtu, kur e pranoj islamin, a e kish letë ta pranoj islamin Talha? Ne sot, për shembull, jemi lind, elhamdulillah, me ja marë si cilit prej neve, ndash shkup, ndash tetov, ndash gostivar, me na e marë atë rjedhën familjare. Do thot, baba jem, baba plaki, baba i babës plaki, e kështu me ra, derin 300 vjetë, si cili prej neve dalim Abdullah, Ahmet, Muhammed, Ismail, Ibrahim, krejt musliman. 300 vjetë, si cili prej neve, garant i del gjeneza musliman bas muslimani. Ama këto se kanë pas atë në fak. Këta prindët i kanë pas pagan, i kanë pas idhujtar, mushrik. Vetë Talha ka konë si i ri, normal i lindët në traditën e familjes. Po e ndryshoj fejnë. Po ishte e letë ndryshimi fejës në atë periudhë. E valla shumë rantish. Thash, ne s'kemi hek për dinin islam. Neve, kërkush nuk na ka thonë pse ti falësh. Kërkush na ka thonë neve pse ti mba Ramazan. Ditë sotit, sidomos, se ndoshta ato matë vjetrit, po s'kemi moshës mbi 60 vjetë, nuk kemi këto. Ata ndoshta, në kohë Jugosllavis kanë pas pak presione, na për shkolla i kanë çu me zor ta prishin Ramazanin, ka pas presione, thot si kanë lënë disa sende të fesë ti praktikojnë, ama në ditë sotit, që ati në shesh, dil falu, atë fol, dikush kërkush i spengon. Jo këtu, në Gjermani, Zvicër, në Amerikë, dil falu, kërkush nuk thot dë një send. Liri sa po do. Talha ibn Ubejdullahu, kër e pranoj islamin, familje vetë e kishin lidh. E kishin lidh me litar. E ne krefshin zhak. Zhak e krefshin, për udhe. Po lese vetëm e krefshin. E ne im shojshin. Me qka kishin? Dikush në papuqe, dikush shpull, dikush... Kush qka kish në disponim? Dikush një shkop, dikush një gjethe palme. Qka kishte ndor i bishin? E tash një plak, se njani prej aty në sahabëve që ka qenë prezent, thot, e shifsha, thot, Talhan duke e kreh në për rrugët e Mekës, e në thot, i mshojshin edhe një gruje vazhdimisht thot i bite, një plak vazhdimisht i bite. E në thot, e pyta njanin, ku shobe që ajo plaka? Thash, nane vetë. Nane Talhës, i mshojt e Talhës pse e ke lanë fejnë tonë, je bon këtë fejnë e rej islami që ka i thojnë. E në nana të i mshojt djalit që ta aftohe, ta ktheje dhe thot në atë fejnë e vetë. Shife, nan i dhujtare, themi do i cop drun, tash nuk kem, drun, që ketë ta mash ta gdhendish në formë të dëni zogut, ose krye njeri, e ne ta vëndoj shëktu edhe ti lutësh. Që kjo ka qenë feja atyne. Po që këtë feje, edhe pse s'ka pas kur një farë kuptimi, shife e ka rreh gjallin e vetë, e ata qerët e kanë rreh kojshin e vetë, e kanë rreh kushrinin e vetë, pse e ka lanë atë fejë, që ta këthin prapë në fejën e vetë. Ne, a e kemi që kështu dertin për antarët e familjes tonë. Ta shofsh e vladin tonë pa u falë, a i thot ti falu. Ha? Me pa të dalë për feja, a e krejhën ti prapë në fejë. Jo, shiftë shka kanë bo. Me zor të ka krejnë ati dhujtarin e vetë, jo në islam. Një dhujtari, po nana e vetë e ka rre vetëm që mës dale për jasaj feje. Njerëzit i kanë rre vetëm që mës e lanë fejnë. Që as ka qenë feje bila jo. Paganizm, njerëzit mat egrë që mund paramendohet. Njeri që vajzën e vetë për zxalli e ka shtin tokë. Ama që aje ju ka duk ma e mirë se islami. E shti, ne që ka bëjmë për familjet tona? Ne, a jemi në gjendje 3 tonë ti mbajmë që kështune, që mos në largohën për dinit, që mos në largohet prej xhamie, që mos në largohet prej aktivitetit. Çka bëjmë ne në këtë rrugë? Çka bëjmë ne për ta mbajt triun ton në dinin islam? Në udhë bila sot ka plot që dalin për feje. Kjo grupi Deçanit nuk është rastishëm. Dikush po e nxit dhe ka xhamatin e vet, nuk ka nis bashkën kryen veti. Se e kam pa ambientin se sot është leti që është njerëzit për fejës islame. Se ka të tillë të cilët nuk janë të fortë në din. Ka do të cilët krejt, jo një Deçan, po me ungrojt këtë Kosova,
e këtë Shqipnia, e këtë Maqedonia se në qesin për feje. Ama disa në udhu bila jënë të luhatshëm, aty në 2-3 pyetje me jabo, më njëra i dze bëhet shibeli për islamin. Prandaj, kjo është ajo rreziku. E shife çka kanë bërë pagant për ta mbajt djalin e vet në atë fejnë e vet. Çka bëjmë ne për t'i mbajt tonët në fejnë tonë? Që është me të vërtetë pe Allahut. E Talha ibn Ubejdullahu shife çfarë sakrifice, ka hangër qitek, e kanë rreh, e kanë maltretu, e kanë lidh, e kanë krejt zhak për rrugë, vetëm që vëse lejojnë të pranoj islamin. Ama sa ma shumë ato e kanë sulmu, imanin zemrën e ati, sa ma shumë u ka forcu, dhe sa ma shumë e ka bo dhe thote më të vendosët. Njëherë bile e pyjtë dhe kush në bashtroj ty? Kush shtif thanë këtë fe? Tha Ebu Bekri. E fkatën edhe Ebu Bekrin, edhe i lidhëm për një druni, edhe këtë edhe Ebu Bekrin, me një litar. Edhe i lanë që ati në delë, 3 gjithdit. Bilem në kohët e ma vonshme, edhe Talhan edhe Ebu Bekrin, i quishin 2 lidhtit. Qashtu në formë shakajen dhe njerë i thjeshin 2 të lidhtit. Dhe thotë se i patën lidh për druni, edhe Talhan, edhe Ebu Bekrin, pse Ebu Bekri u bo sebeb që a i dali për fejs pagane, e të hien fejnë e rej islame. Shife qfar maltretimësh, shife qfar vujtje shkan bo për dinin islam. Po ashtu, ky edhe si i ri, po edhe pastaj mosh duke hi, ki vazhdimisht ndihmojte, vazhdimisht do thot punojte për dinin islam. Pasunik ishte pa hesab, tregtia i hecte shumë, ama parët e tia u mundofte ti vëndojen shërbim të dinit islam. Luftën e Hunenit, që ka qenë një luftë e rëndë, ka qenë një luftë e vështirë, dhe një prej luftave të cilët me të vërtet muslimanët fillimisht kur e nisën, nuk ishin, do thote, të vetëdijshëm se në çfarë kurthe janë duke hy, se në luftën e Hunenit armisht ishin të bu, do thot, në kodra, dhe kur muslimanët hynë në atë ngushticën, ata prej nalt fillun të sulmojnë, dhe sa që muslimanët u hutun. Do thot, nuk e dishin se ka ju vjen sulmi, sa që edhe u shpartalun, do thot, për pak kënë të e hup luftën. A e dini kush e financoj që këtë luftë? E financoj Talha ibn Ubejdullahu. Komplet pasunin, qka kishte e vëndoj për ta ndihmu, për ta pregadit ushtrin me deve, me kuaj, me armë, me ushqim, dhe qka është e nevojshme për t'i shërbi kauzës e luftës së Hunenit, pasunin e vet e vëndoj në shërbim të pejgamberit a.s. Një luft e organizoj dhe e mbështeti me pasunin e vet. Jo vetëm vet që mor pjesë në xhihad, po edhe krejt tjerëve kush s'kishin mundësi, do thot krejt luftën e mbuloj me harxhimet e veta Talha ibn Ubejdullah. E ma se i përgzu me xhenet, po valla, është punë e madhe, a? Ne, kur shkojmë t'japim dhe i sadaka, lypin ka xhamia, dhe i qesim parët 1.000 denar, 500, i kërkon dhe denarshët, a? E kur i gjenë të dhe denarshët, bile që ndë një ma e vjetër, se një që kërclon kështu e rejat, e le, e që kjo pak ma e vjetër, e që ketë, ose dhe një gjë është pak e qame, e që ketë, ha? Apo dhimën 50 denar, dhimën 100 denar, e ki, krejt pasunin çka kish e vëndojnë shërbim të xhihadit, edhe ne barabar, a mund t'jemi të barabart? Ja, është pak problem. Po ashtu, në Hadramaut, patën fillu të çlirohen toka të ndryshme, dhe në Hadramaut, Talha e kishte një tokë. Dhe atë tokën e shiti për 700.000 denar. Po denar, jo denar të Maqedonisë, dinar të Altanit. 700.000 dinar. Edhe, kur e shiti, shumë pare. Të thot, shumë pare për atë kohë. Edhe nuk e zite gjumi. Kur e morë, para mendojë ne tash, me na thonë dikush i ke fitu 700.000 euro. Ha? Valla, deri të shkysht e bankat i marë, gjithë natë nuk do të zonë e gjumi pi qefit. Ej, gjithë dhe gjithë. Qfar rabet gjithë njerë? Dhe gjithë dhe një Lamborghini, dhe gjithë Ferrari, pushim anë Dubai, anë Katar, anë Bahrein. Ku? Dhe thot, plane s'pa e sapë. Si dhe e bëj shpin, vil, bazenin, si dhe e bëj bazenin. Thot, 100.000 plane dhe të shkojna për kryje. Deri të shkojsh, ti marrë shëtë pare, gzim, qef. Ndoshta dhe një, hala ma tepër mund marrë në infrak për ti thoi, ne ke fitu 1 milion. Shkoj, ina lilaj o ina ilaj rajiun. Vdiq, hapi qefit. Talha ibn Ubejdullahu, kër i fitoj ato pare,
nuk e zite gjumi. A i dini për shka? Pse kom qka shumë pare? Si do dalë unë para Allahut me gjithë këtë pare? E ne i kalzoj grujës vetë. Tha i gruje, tha shumë pare kina. Unë tha, jom shumë i brengoste. Ne gruje e pa më ftyrë, tha shumë tha i mërzitet. Tha, së mze gjumi. Nuk më zet gjumi, unë thot t'i kiem gjithë të pare me veti. Po thot, qka do të bësh? Thot, du t'jap sadaka. A dë mdimësh? Gruaja tha, do të ndimoj. Deri te ka thirë e zoni sabahit, vetëm 1.000 denari kishin bet, do thote pasunin e vet talhës. Prej 700.000-ve, vetëm 1.000. Tjerët, krejt mbrenda natës i kishin shpërndajt, edhe jo ditën dalja reklam, shifni se si jep talha. Jo. Krejt natën, që mos e dije kush se a i ka dhonë sadaka. 700.000 dinar të altanit, mos thom denar se tash po e ke shkuptoj me dinarët e tona. 700.000 dinar të altanit i vëndoj, do thot gjithë sadaka i dha. E gruja, e që kjo është gruja e mirë. Kur thojsh ti du ta bëj një punë për Allah, e thot, po unë do të ndihmoj. Hajde bëj edhe unë diçka me ty. Si të ndihmoj? Hajde ti shkoj çande, unë të gjej do fisin tem, ka do fukara, hajde do ndihmoj edhe unë. Po me gratë e sotit bje mbela, do dapsh pare. Ja budallje, hajde të shkojmë në restoran të ham dikunde. Ha? Ka disa gra sot në udhu bila nuk lene se vab bësh. Do të bësh një punë të mirë, thot hezbe ti do bësh punë të mirë. Pak një shak dhe kalzoj, një tregim, e një hoq, kishkon të kalzu ders. E në kish thonë, se kush e bon një jetë tape sadaka, i mundën 70 shejtana. Dhe, kur e bon ti një jetin, tapë sadaka, 70 shejtana i mundën. E në ki gjemati që si ju shetin gju, hoqa, lafi mirë kjo, ju begenis. E në thaj, dë shkojnë shpi, do marrë qka të kijem, e në dapë sadaka. Shkoj të shpia, e pa një thesmilat i shka e kishin, e në nisi, tha dhe marrë, dva shpërndaj fukarave. Gruja e pa, qka i të pa? Po të, të shket milin, tha, se hoxha, tha, 70 shejtana i mundën si tapë sadaka, e tha, ta marrë të shpërndaj. Jo, be, tha, në dhe jesim pa buk, gjeret e ko, a i kre kjo kre, dhe ja morë. E në shtini, tha, hajde, dil për shpije. E në i përgjuna, hajte gjamija. E në hoxha e pa si mërzit, tha, hëbe, tha, valla, hoxha, ti thaj se kush e bon një jetë, 70 shejtana i rëzën, i mundën. A ma mdollë, tha, nana e shejtanëve, në ma morë të të pidore. Ma morë të të pidore, thesin e në shkoj, së në dhash sadaka. E dë njerë nana e shejtanit, mundën. Pra ndaj, kur e kje një ndims për punë të mira, ajo është knatësia me e madhe. Ta kje është do thot bashkëshortin, ose bashkëshorten që të ndihmon punë të mira. Të ka zonë gjumi, ajo thirën për sabahin. E ka zonë atë gjumi, ti e thirë për sabahin. Do në tapë sadaka, ajo të ndihmon. Ajo do një punë të mirë, ti e ndihmon, do të ndihmësh në punë të mira. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmoj njëri tjetrin punë të mira dhe në devotshmëri. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mos e ndihmojni njëri tjetrin në gjunahe dhe në armiqësi. Pra çdo herë mundohu ta ndihmosh secilin në punë të mira dhe në devotshmëri. E ky e kishte bashortën e cila i ndihmonte që sa më shpejt ta shpërndaje pasuninë. E sot ne valla me i fitu 1 milion e ti thush gruës, hajde valla i këmbo një jetë, kreti jap sadaka, ndoshta deri në sabah, e në vetë vetën për lehë gjejnë gjallë, ta hek kryen, thot, i këti, i marune, diku i harxoj, ti di që është sadaka. Le që marë sadaka e ki kësej bashorët e kishte. Po ashtu, në luftën e Uhudit, sakrificë trupore të Talha ibn Ubejdullahut, kur u vështirësu puna, se e keni ndëgjumë, besoj shumë, hoxhalare kanë kallëzu luftën e Uhudit, kur njëherë muslimanët e morën ato fanzivën, vetë se imposhtën armiqt, po Halid ibn Velidi ende si shbo musliman, edhe ai e kujtoi një strategji pas kodrës së Uhudit u dol, edhe i shtin muslimanët si ndërmjet dy zjarmeve. Edhe kjo ishte ajo momenti kur edhe pejgamberi u plagos ramën i golle, që e kishin gry, do thot idhujtarët, e thej njënin dhëm, e vra faqen, edhe e pat vra edhe njënin krah, edhe kamën. Edhe pejgamberi alayhis salam kur dol pe aty, u vendosën do thot në kodrën e Uhudit. E aty ne u tubun do thotë idhujtarët se e pan se ku është Muhamedi alayhis salam dhe filluan gjujnë në shigjeta. Ka pejgamberi alayhis salam. Sa ata njerë mendon se e mbytën pejgamberin alayhis salam. Ama kur e pan se është e gjallë dhe është te kodra e Uhudit, filluan shigjetet krejt ti drejtojnë
ka pejgamberi alayhis salam. E çka boni Talha ibn Ubaydullah? Në kohën kur disa fillon edhe të hikin, e Talha ibn Ubaydullah shkoi edhe vendoi trupin e vet mbi pejgamberin alayhis salam. Trupin e vet, kështu. Do thot bodyguard, jo me pare. Si sot, ai me pare e mbron presidenti, mes me i dhone nuk e ka gajle se a e vrasin as e vrasin, ama me rrok. E Talha nuk ishte rrok. Po, për hir të Allahut dhe për dashnin ndaj pejgamberit alayhis salam. 70 shigjeta xhamat. 70 shigjeta në trup Talha ibn Ubaydullah. Sa që një prej sahabëve thotë e kam taku, thotë prej tabinëve, thotë e kam taku Talhën në Pleçni. Thotë hala krahin e kishte paralizuar. Kishte krahin e paralizuar. Gishtet ju prejnë. Ja kishin prejë dhe gishtet në luftë. Edhe e kishte pyet, kishte ditë se i ri, kishte thonë, o Talha ibn Ubaydullah, pse ke krahin e paralizuar? Pse këto gishtet, çka ka ndodhur? Çka i ke shpinën kështu shosh, si themi ne. Kret golle. Tha, këto janë prej atij momentit kur unë thotë e kam mbrojt pejgamberin alayhis salam, pishigjetave. Prej sulmit të pabesimtarëve për ta vrarë pejgamberin alayhis salam, me trupin e vet e mbrojti pejgamberin alayhis salam. 70 shigjeta, gishtet ju prejnë, dora ju paralizu. E kjo, çka kishte si shpërblim? Pasi u kryi sulmi, shpëtoi pejgamberi alayhis salam. Ju kthyi Talhës. I tha, myshde o Talha, e fitove xhenetin. Myshde tha, e fitove xhenetin. E po, a punë e vogëla? Kur krejt disa hikshin, ai u vëndu me trupin e vet për pejgamberin alayhis salam. 70 shigjeta, sikur sot me thon 70 plumba. Edhe për ta shpëtuar pejgamberin alayhis salam, edhe dikush do matet me Talhën masande. Dikush do thotë sahabët janë burra, ne jemi burra, jo për çfarë burra jemi ne. Këto janë ata burra të cilët e mbrojtën dinin islam. Këto janë ata njerëzit e mëdhenj që ne duhet t'i studiojmë edhe na për shkollat fillore. Po dikujt i pengon të mësohet e mira, se ata kanë qef neve Big Brotherin na e mbushin mendjen, rinin sot ta infektojnë me pianica, me drogirasha, me prostituta, me këta ti kenë rinia shembulltyr. Jo ta mësoje Talhën ta shohë se çka ka boki për këtë din, çka ka boki për popull. E tjerët, inshallah teala, të cilët do t'i keni si projekt, do të sahabët tjerë, do t'i shifni si cili ka bo kësi sakrifica, si cili ka bo punë të mdoja. Po si i boni atë? Thot për hir të Allahut. Ai vëndoi gjithçka për hir të Allahut. Po ashtu, njerëzit, mbasi u kryi lufta e Uhudit, pejgamberi alayhis salam thot dita e Uhudit, thot është dita e Talhës. Shife? Çfarë vlere? Krejt Uhudit ta marrë dhe thot atë dita e luftës Uhudit, ta kese emnin dita e Talhës. Se ai e boni sakrificën më të madhe në ditën e Uhudit. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam pas kësaj ngjarje, do thot pas luftës Uhudit, u thoi te sahabëve, nëse dojni ta shifni një xhenetli që hecën mbi tokë, shikoni atë Talhën. A dojni ta shifni një xhenetli? Po, çe Talha është. Talha hecën në rrugë, Talha ishte në mezhlis me ata. Sigur ne me thonë, a dojni ta dini njëri gjë në xhenet? Po, çe ki. Edhe ti e sheh para syve xhenetlin. E Talha ishte që kështu. Xhenetli pin këtë dynja. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam për Talhën dhe Zubairin, tu di shok. Tha, Talha dhe Zubairi do t'jenë kujshit e mitha në xhenet. Shife, ku ka ma mirë, ti ta kish në xhenet kujshi, pejgamberin alayhis salam. Nivelet më të larta të xhenetit. Sa që tha pejgamberi alayhis salam, disa do të mbrin nivele në xhenet, si i shohëm ne tash yjet kur çullon nal në hava, sa larg ylli. Çashtu thot disa kur të hinë xhenet, do t'i shohën grada të nalta, pejgamberët e njerëzit të cilët kanë bërë sakrifica. E çka që nalt do të jenë edhe Talha dhe Zubairi, kujshi me pejgamberin alayhis salam. Dhe kështu u thojte për zgjalli. Këta dy, Talha dhe Zubairi, janë kujshit e min xhenet. Kujshi do t'i kiem, para mendo ku ka nivel më të nalt mbas pejgamberit. E pas kanë bëu këto njerëz për dinin islam. A nuk ja vlej ka ne ti ndajmë Xhim Sahati ta shohim kush pas ka kanë Talha? Ja valla ja vlen edhe një sahat edhe dy të folish. Bile pak jon, ama çash na premton koha e inshallah taala ne do thot për fund vetëm ta tregoj se ky u vra në luftën e Xhemelit, që i thonë lufta e Devës, apo që e keni dëgjuar besoj në histori, ku ndodhi një fitnë në mes sahabëve dhe
u nis një luftë, do thot në mes Hazreti Aishës radiallahu anha dhe Aliut radiallahu anhu nga ana tjetër, për çështjen e vrasjes së Uthmanit, dhe nga ana e Aishës luftun, do thotë Talha dhe Zuberi, dhe në luftën e Xhemelit pra u vran shahid edhe Talha edhe Zuberi. Dhe kur u vorros një prej dëshmitarëve të cilët ka thonë se mbas 30 vjetëve, mbas luftës Xhemelit, 30 vjet më vonë, e ka pasur ëndër Talhan radiallahu anhu dhe i ka thonë: "O ti filan, thot ndihmom se thot më kam lu ujti." Dhe ki se ka diçka të boje. Pse Talha sahabiu të më thote në ëndër, ndihmom se më ka kaplu ujti. Edhe shkon te Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu dhe i thot: "O Abdullah, djali i miqës pejgamberit alayhis salam, thot a bën të më tregoj shket ëndër e kom pa, çfarë mund të jese?" Thot do ta zhvarrosim thot trupin e Talhas. Dhe kur e kishin ngry vorin, e kishin pasur aty ka kaplu ujti. Do thot një ujë nën toksor dhe kish bë, do thote aty afër kish kalu, thotë kish përfshi edhe trupin e Talhës dhe e marrin dhe e zhvarrosin. Do thotë e çojnë në një varr tjetër. Dhe kur e shpalojnë, thotë e kemi pa Talhën, ftyrën dhe trupin ashtu si e kemi shtitur në varr. A di që e kemi vorros 30 vjet mbas, thotë kur e kemi shpalu, pa u prish asnjë fije, asnjë centimetër, asnjë milimetër e trupit apo ftyrës së Talhës. E Allahu xhaleshanuhu i ruan trupat e shahidëve, ata të cilët trupat e tyre i vëndun shërbim dinit të Allahut, në rrugt të Allahut, Allahu ato trupa do t'i ruajë deri në ditën e gjykimit. Inshallah Allahu Teala na bëhet mundshme ne ta kemi nderin që gjuhët tona të angazhohen në përmendjen e pejgamberit alayhis salam dhe biografisë së këtyre burrave të ndershëm. Allahu na bëft mundshme të bashkohemi në xhenet me këta njerëz. Inshallah Allahu Teala na bëhet mundshme ta kemi bërë nderin dhe njëherë në xhenet i takojmë, sepse ne nivelet e këtyre s'ni mbrim asnjëherë, po inshallah Allahu Teala ditën e gjykimit ta kemi nafakën, ta kemi atë nderin që t'i takojmë këta njerëz të mëdhej. Allahu na bëhet mundshme. Allahu ju shpërblet gjithëve për këtë durim që e bot për ligjëratën. Inshallah Allahu Teala na bëjë gjithëve pjesë e sevapit, që inshallah edhe kjo të vendohet në ditën e gjykimit në peshorën e punëve të mira.